Përshëndetje miq. Ka kohë që nuk kam komunikuar kështu, por mora shkas nga një intervistë që pash e deputetes së Floridës, Paulina Luna, është caktuar për të krijuar një task force për të desekretuar materialet sekrete, ku përfshihen edhe materialet e UFO-ve. Besoj do i kujtohet është ajo që bën pyetje dhe drejton ato seancat që edhe kemi paraqitur edhe në disa video lidhur me pyetjet që ju bëhen njerëzve të inteligjencës apo të ushtrisë amerikane që kanë pranuar, duhet thënë, që të flasin duke thyer edhe rregullat e urdhrat, por edhe duke ruajtur limitin deri ku mund të shkojnë. Ajo flet në podcastin e Joe Rogan. Joe Rogan është i shquar, i dëgjuar në Amerikë, ka marrë intervista edhe të Obamas, të Trump dhe shumë personaliteteve tjera. Dhe flet atje pikërisht për këto. Po gjëra shumë interesante. Problemi kryesor dhe shqetësues është që njerëzit vetë votojnë në Amerikë për të zgjedhur politikanët që kanë të drejtën e vendimarrjes për shumë gjëra, por që nuk kanë të drejtë të pyesin, të ndërhyjnë, të bëjnë pyetje absolutisht për këto materiale. Është një grup ushtarakësh të ushtrisë apo dhe të inteligjencës që për vite të tëra punojnë pa i dhënë llogari askujt, as Kongresit, as presidentëve amerikanë, dhe më e çuditshme është që bashkëpunojnë me kompani private si Lockheed Martin e tjera, me të cilat dhe ndajnë këto që zbulojnë. Bëhet fjalë për jo vetëm për teknologjinë e huaj, aliene po i quajmë, por edhe për shumë gjëra të tjera që kanë lidhje me ata. Përfshirë pjesë të industrisë, të inxhinierisë, retroinxhinierisë, siç e quajmë, të mjekësisë, të studimeve të materialit biologjik që janë të marrë nga këto. Edhe interesante është që i thonë stop, nuk ke drejt të dish. Bile ajo tregon që kërkoi dhe ndihmën e ministrit të mbrojtjes, siç e quan Trump tash, apo sekretarit të departamentit të mbrojtjes, siç quhet dikur, për këtë punë, dhe ati i thanë jo. Ti nuk ke nivelin e duhur të sigurisë për të marrë vesh më shumë. Merreni më mend. Një grup fantazm që nuk jep llogari Kongresit, nuk jep llogari as ministrit të mbrojtjes, të një superfuqie. Dhe ajo thotë që materialet janë të shumta, thotë. Ato që un kam parë, thotë, foto, video, dëshmi, janë të shumta, thotë. Mund të jenë vetëm 1% atyre që duhen. Dhe të gjitha dëshmojnë, thotë, që kemi të bëjmë me qenie jo jashtëtoksore në kuptimin alien nga planetet tjera, jo. Qenie që vinë nga dimensionet tjera. Pra, jo se vinë, udhtojnë nga X planet, e udhtojnë, e thonë njerëzit, po është kaq vjet dritë larg si vjen deri këtu, apo ashtu, jo. Bëhet fjalë që vinë nga dimensionet tjera, të cilët ne gjithë themi dimensioni 3, dimensioni 4, dimensioni 5, dimensioni 7. Trump luan shah 5D e tjera budalliqe të kësaj natyre. Por faktikisht nuk e dim sakt se çdo të thotë kjo, që ata vinë nga dimensione tjera. Dhe janë qenie që janë në gjendje të përpunojnë, të palosin hapësirën dhe kohën. Për aq kohë sa themi hapësirën është pak e perceptueshme me ato portalet e tjera. Po kur themi që janë në gjendje të përpunojnë, të palosin edhe kohën, do të thotë që janë në gjendje të lëvizin kohë, më përpara apo më mbrapa, pra të kthehen mbrapa në kohë dhe të paraqiten. Janë në gjendje të përshtaten në jetën ke ne, të shfaqen dhe të zhduken si mas dëshirës tyre. Dhe më e bukur është se
është edhe kërcënuar, si sot ajo. Janë kufizuar me kërcënimin deri ke rrezikimi i karrierës politike, por kanë aluduar që mund të rrezikojë dhe diçka më shumë. Pra kur thuhet dhe diçka më shumë, nuk është fjala më thjesht për arenën, për karrierën politike, po bëhet fjalë edhe për rrezikimin e jetës. Kështu që duhet të bësh pyetje që nuk takojnë të bësh. Faktikisht kështu i kanë thënë. Po bën pyetje që s'të takojnë të bësh, prandaj mos pyet më tepër nga ç'është duhet pyesësh. Tashi, rëndësinë dhe rrezikshmërinë e kësaj gjë e kupton kushdo. Flas kushdo në kuptimin që jo po marr si shembull Maxin, marr veten time, me atë mendjen time të kufizuar, që mund të besoj çdo gjë të Biblës, të Kuranit, të Torah, të partisë politike që ndjek, majt apo të djathtë, megjithëse në Shqipëri të gjithë iso janë. Unë s'ndjek asnjë. Po e mora në përgjithësi këtë. Dhe merr kurajon, thotë që unë nuk e besoj. Është e drejta cili do të mos besoj natyrisht. Natyrisht, është e drejta cili do të mos besoj, sikurse është e drejta cili do të besoj atë që ai mendon që e bind. Punë e tij. Problemi është gjithmonë ai tjetër që unë edhe kam ngritur herë mas here. Që ti të mos besosh diçka, nuk do thotë që ti duhet shpërthesh në sharje, në fyerje, në ofendime. Nuk e beson, punë e madhe, jeta vazhdon si për ty, si për atë që e beson. Ajo thotë diçka tjetër interesante. Këto thotë, mund të kenë mbi 2000 vjet që para Krishtit, thotë, që ndër, si thua, kanë hyrë në jetën toksore. Ajo duhet theksuar është e krishterë, shumë besimtare. Shumë besimtare e krishterë. Është mbështetëse dhe besnike e Trump. Mos ju bezdisi çik, po lëviz kështu, mos ju bezdisi kjo pamja që lëviz, po më pëlqen dhe pylli. Dhe thotë që me shumë mundësi ata kanë ekzistuar në tokë, në kuptimin që kanë dalë në tokë, kanë ndërvepruar me njerëzimin shumë para Krishtit dhe mendon ajo, nëse lexon me kujdes Biblën, jo vetëm librin e Enok, këtë thekson, por edhe Biblën në shumë detaje tjera, do kuptosh që edhe vetë Bibla dhe librat e shenjtë, pra, janë të ndikuar nga aktiviteti tyre. Pra në një formë apo në një tjetër, paraqisin aktivitetet tyre, por kuptohet të dhëna pastaj, të mbështjella pastaj, apo të përpunuara pastaj në bazë të besimit fetar për katës. Kështu që kush dëshiron mund ta kërkoj podcastin e Joe Rogan dhe ta dëgjoj intervistën e saj. Kuptohet kush është kureshtar për këtë. Por materiali shumë interesant. Mendova ta ndaj me ju sepse më bëri përshtypje tash në disa detaje. Bëhet fjalë për një grup, siç thash, që nuk i jep llogari askujt. Absolutisht askujt. Bile në një njoftim që pas në Telegram, thuhesh që direkt mbas dekretit të Trump për desekretimin e materialeve të UFO, një ditë apo 2 ditë, nuk e mbaj mend tash që them të drejtën, një ditë apo 2 ditë mbas kësaj, pash një lajm që çuditërisht nuk dihet se si janë zhdukur mira dokumenta nga serverat. Kuptohet, janë zhdukur ato, nëse është e vërtet, janë heq nga këta servera, ka kaluar servera të tjerë, pikërisht për të ruajtur sekretin e tyre. Por e lexova, duke kam me të thënë, e lexova këtë njoftim në Telegram. Nuk e di sa i vërtet është, nuk e di të shikojmë çfarë do ndodhi me këtë desekretim që Trump ka urdhëruar që të bëhet. Por dyshoj që me vërtet mund të bëhet diçka. Sepse luhen interesa shumë të mëdha, të cilat
segment të caktuar i ka vënë mbi interesat kombëtare të Amerikës. Janë segment të caktuar që bëhet fjalë për jo vetëm vlera të jashtëzakonshme monetare, por bëhet fjalë për zhvillime shkencore në shumë drejtime, të cilat pastaj kompanitë përkatëse private fillojnë i prodhojnë dhe arrin të fitojnë shumë marrëmendse. Në aq sa ato nxjerrin shitje pasaj në prodhimet e tyre, se thash nuk bëhet fjalë vetëm për retroinxhinierin, bëhet fjalë për kërkime në të gjitha fushat e jetës, edhe në pjesën biologjike, në pjesën shëndetësore, mjekësore, jo vetëm në inxhinieri. Kështu që po e mbyll këtu. Thash e mora nxitjen thjesht nga kjo që vura re, nga kjo që pash. Edhe sikur se është normale, mund të ketë akoma nga ju që thonë nuk e besoj punën e tyre, as më shqetëson fare mua kjo. Sikur se besoj, pavarësisht se disa nga ju aty ndjehen shumë të shqetësuar e të ofenduar që unë nuk besoj në asnjë lloj feje. Nuk jam ateist, e theksoj se nuk jam ateist. Nuk besoj ke Big Bangu, po edhe nuk besoj në asnjë lloj feje. Edhe nga shqetësimi i madh që patën për këtë, kanë një pjesë e tyre s'kan më mundësi edhe të komentojnë, sepse automatikisht fjalët që ata përdorin i bllokon algoritmi YouTube-s, të cilat unë i kam futur aty. Kështu që nuk më shqetëson fare. Besoni apo s'besoni. Rekomandoj, nuk këshilloj. Kam thënë që nuk jap dhe nuk pranoj këshilla pa i kërkuar dhe nuk jap këshilla pa mi kërkuar, kështu që thjesht rekomandoj. Hapni syt. Kush ka kuriozitet, futuni, dëgjojeni, ke ky podcast mund të gjeni edhe materiale tjera shumë interesante. Miq, ju përshëndes, ju uroj fundjavë të bukur.